Mirëmbrëma shikues të nderuar, po ndiqni lajmet në fokus këtu në televizionin të shtatë, si fillim titujt kryesor. Pas masës së përkohshme ku vendi i kthehet punës miraton disa marrëveshje ndërkombëtare, jo edhe rezolute e PDK-s për mbrojtjen e viktimave të luftës, deputetët e kësaj partie lëshojnë seancën, ligjvënësit nuk bën akoma asnjë hap për çështjen e presidentit. Opozita akuzon Kurtin për zvarritje. Në Kuvendin e Kosovës, kryeministri Albin Kurti sërish akuzon mediat për financim me thas parash. I kundërpërgjigjet kreuja AK-s Ramush Haradinaj, thotë se Kurti vetë financon ata që fyen shqiptarët, aktivizohet gërvalla në mbrojtje të kryeministrit. Ish komandanti Sulejman Selimi në një intervistë në Të Shtatë rrëfen për angazhimin e tij në UÇK, flet për raportin me komandantin legjendar Adem Jashari, sqaron rolin e Albin Kurti gjatë luftës. Publikohet raporti fundit monetar ndërkombëtar për Kosovën, gjetjet thonë se vendi po përballet me ngadalësim të ekonomisë e rritje të inflacionit, përmend rreziqe nga pasiguria politike. NASA nis 4 astronaut në misionin e parë hënor pas gjysmë shekulli. Ky veprim shënon hapin më të guximshëm të SHBA-s deri më tani drejt kthimit të njerëzve në sipërfaqe hënore. Edicionin për sonte fillojmë me zhvillime politike. Pas masës së përkohshme nga kushtetuesja, deputetët ju rikthyen punës e bashkë me të edhe akuzave për njëri tjetrin. Veç për opozitën, kryeministri Albin Kurti nuk kurseu sulmet as për mediat. Pajtueshmëri mes deputetëve u arrit vetëm në votimin e 7 marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat ishin në rand të ditës. Drita e gjelbër nuk ju dha edhe një rezolutë të propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Është seanca e parë parlamentare pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Mirëpo deputetët zanatin e vjetër nuk e harruan. Ani pse ajo u thyrë në orën 10, seanca nisi diku me rreth 1 orë vonesë. Në të ishin planifikuar 16 pika të rendit të ditës, në mesin e tyre edhe marrëveshjet ndërkombëtare. Por qysh me fillim, nisën edhe mospajtimet mes partive. Partia Demokratike e Kosovës kishte propozuar një draft rezolut në mbrojtje të së vërtetës dhe dinjitetit të viktimave të luftës, që të trajtohet si pikë e parë e rendit të ditës. Jemi të hapur për diskutim, për plotësime, mirë po për PDK-n është e domosdoshme që kjo rezolut të hyjë në rend të ditës dhe të jetë pika e parë që trajtohet nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Kundërshtimet nisën kur vetëvendosja kërkoi që teksti të harmonizohet edhe me propozimet e tyre. As në konsultimet e shefave të grupeve parlamentare nuk u arrit kompromis. Në rast se nuk kalon si pikë e parë, ne e tërheqim propozimin dhe largohemi. PDK dodi e disa serbe që kishte lëshuar sallën mu për shkak të kësaj rezolute u kthye. E pastaj seanca vazhdoi me plot çështje të tjera. Nga DDK, problematizuan çështjen e energjisë elektrike e kërkuan hetim për njësor elektrik. Është një padrejtësi që po bëhet për muaj apo vite me radhë. Teksa kemi dëgjuar qeverinë që u ka bërë thirrje qytetarëve ta kursejnë energjinë elektrike, e të presin e të shpenzojnë prej orës 22 për shpenzim të energjisë me të lirë, ne sot kemi parë që shumica e njësorve nuk e llogarisin sakt shpenzimin energjisë. Dhe kjo çon tek llogaritja më e madhe dhe faturimi më i shtrejt për secilën familje të Kosovës. Për këtë çështje replikuan vartësit e tij, kurse Albin Kurti zgjodhi edhe një herë të sulmoj mediat. Raportimet për financime me thas parash nuk janë vetëm një problem i etikës profesionale. Ato janë një kërcënim i drejt për integritetin e debatit publik. Sepse kur paraja hyn në mënyrë të padukshme, ajo nuk blen vetëm hapësirë mediatike. Ajo blen dikim, orienton narrativën dhe në fund deformon perceptimin e qytetarit. E nga fojtoria, Kurti shfrytëzoi mundësinë edhe për të thumbuar presidentin Vjosa Osmani për shkak të dekretit të saj. Vullneti i popullit nuk anulohet me dekrete dhe rrjedhimisht as nuk shpërndahet. Tani pas qartësimit dhe vërtetimit të kësaj të vërtetë të pamohueshme, sot nuk kemi një boshllëk institucional përpara nesh, por kemi një detyrë të qartë. Kuvendi është funksional dhe i kthehet punës tij. Mandati i deputetëve është i gjallë dhe përgjegjësia ndaj proceseve politikave publike është edhe më e madhe.
Edhe për këtë çështje replikat nuk munguan, kurse për çështjen e marrëveshjeve ndërkombëtare pati dakordim të mjaftueshëm. 7 prej tyre morën dritën jeshile, kurse 4 të tjera që vetëvendosje deshi tifos në fillim të seancës nuk morën mbështetjen e DDK-s, e rrjedhimisht nuk u sigurua as korumi i mjaftueshëm. Pra nuk konsiderohet që marrëveshja nuk ka kaluar, por që nuk ka korum për vendimarrje. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka reaguar pas deklaratave të sotme të kryeministrit Albin Kurti në kuvend, ku i ka sulmuar mediat. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shfrytzuar foltorën e kuvendit të Kosovës këtë enjte për të vazhduar sulmet e tij ndaj mediave dhe gazetarëve, duke folur me sjerash për hyrjen e parave në mënyrë të padukshme. AGK-ja e dënon fuqishëm këtë retorikë nxitse dhe akuzuese të Kurtit kundër mediave dhe gazetarëve në Kosovë, duke vlerësuar ata argat të armiqve. Një gjuhë e tillë është vazhdimsi e fushatave të parreshtura të Kurtit, partisë dhe qeverisë së tij kundër gazetarëve dhe mediave me synim minimin e raportimit të pavarur dhe të lirë, thuhet me sjerash në reagimin e AGK-s. Sulmiri i Kurtit kundër mediave dhe gazetarëve vjen vetëm pak ditë pas vizitës së një misioni faktmbledhës të platformës së Këshillit të Evropës për sigurinë e gazetarëve, që konkludoi se Kosova ka shënuar rënje të vazhdueshme të lirisë së mediave vitet e fundit. E foltorën e kuvendit të Kosovës e shfrytëzoi sot kryetari i AK-s Ramush Haradinaj për të renditur një varg akuzash ndaj shefit të qeverisë Albin Kurti. Ky e quajti kryeministrin mashtrues, duke akuzuar se shpenzon paratë e shtetit për t'i ushqyer ata që fyen shqiptarët. Tu, kryeministre, janë të shite të blej energji, edhe për ushtohin kompanit për ditë e ma shumë njerëzve të afrëm tu. Duhet të ketë një koreksi këtu në këtë rast. E dyta thot, po financohen mediat me thasë. Negone që bëhet këtë. Negone mije që bëhet. Po financohen mediat me thasë. Kërë shpenzon ma shumë t'i pare, duke ushqy zagar me fysh shqiptartë. Ju lutem regjia janë... Me fysh shqiptartë, me fysh shqiptartë. Kërë shpenzon pare, jetë bane në marrëveshje, me fysh shqiptartë. U banë lufti me Serbi. Kërë ka zagar, ka faqe, zagare, që në herë, don me bo dhe sot. Edhe në gjithu rejnje, edhe në gjitha dhe vere. Edhe ata që për e mbroj, janë qashit, zagore. Janë zagore. Minute. Qysh kamë? Fash me rajtë të qanë. Fash me rajtë. Deputeti ose antari qeverinë të do parlamentare me sjelljen e tij në rishtimin e seancës plenare ose në çështjen e seancës plenare e drejtë duke deklaruar se nuk e përdoru jo parlamentare. Zoti Haradinaj ju lutem ullu në vendin tuaj. Ju kërkoj që të uleni në vendin tuaj, të përdorni gjuhën jo parlamentare. Se s'ka akuzuar shtu. Se s'ka akuzuar shtu. Do të thotë kandidatë. Ju lutem që të uleni në vendin tuaj, zoti Haradinaj. Çe ka shpik parën për gazetar. E ka shpik se s'po mujnë në shtrat. Se s'po mujnë kontrollon. E kështu ka me shkuve, ju lutem. Me foltore nuk lejojnë mashtrime. Kemi arë që deputet, kemi arë me këtë punë që nga përmejnë. Me shku foltore, për mashtrime tila, nuk lejojnë. Vazhdoj me rendin e ditë. Deputetët e PDK-s lëshuan këtë seancë pasi nuk u votua rezoluta për mbrojtjen e viktimave të luftës, por në deklarimin para mediave nga ky subjekt politik thanë se kjo nismë do të duhet t'i bashkonte të gjithë deputetët, duke akuzuar se mungesa e përkrahjes është vendim politik. Akuzimi kryetarës kuvendit dhe shumicës parlamentare për me futë si pikë 3 një ditës pas diskutime jashtë një ditës, pas pyetjeve parlamentare para marrëveshjeve ndërkombëtare, nuk është teknike, siç e tha kryetari i kuvendit, se po të ishte teknike do ta kishte miratu, është qëndrim politik për mos me përkrah rezolutën. Është qëndrim me na çu deri mas dite në për çështje tjera, mas dite me mbledh një komision, edhe komisioni më thon valla s'dakordohemi me draftin e PDK-s, tash e lexuam draftin, edhe s'mund ta miratojmë. Pra është refuzimi i rezolutës. Që të mos kuptohet sikur është një çështje teknike, nuk është një çështje teknike, është një çështje përmbajtësore. Nëse teknike, atëherë ishte të futej në pikën e parë të rendisë që kemi kërkuar ne. Rezoluta ka veç një qëllim. Me shpreh për kushtimin e kuvendit, me i dhonë zotime kuvendi para publikut, me marrë obligime kuvendi, për me kriju legjislacion i cili e mbron të vërtetën historike të Kosovës. Ne
kemi kërkuar që rezoluta në fjalë të obligoj institucionet e Republikës së Kosovës që të mbrojnë luftën e drejtë, që të mbrojnë dinjitetin e viktimave. Tekstin ua kemi shpërnda grupeve parlamentare dhe kemi protokolluar në kuvendin e Kosovës qysh dje. Disa grupe parlamentare na kanë dhënë disa vrejtje dhe propozime, kemi marrë 3 vrejtje dhe propozime shumë substanciale nga përfaqësuesit e LDK-s, mirë po lëvizja vetëvendosje, ndonse me shkrim nuk e ka dhënë asnjë propozim, sot kërkoj që kjo çështje të trajtohet aty diku në fund. E deri tani nuk është bërë as një hap as për çështjen e presidentit. Ndonse ka mbetur 26 ditë deri në përfundimin e afatit të dhënë, Kurti nuk ka nisur takimet me liderët partijak për çështjen e të parit të shtetit. Për këtë, opozita po thotë se kryeministri ka në plan bllokimin. Kanë mbetur edhe 26 ditë afat për zgjedhjen e presidentit të ri. Por Vjosa Osmanit i ka ngelur vetëm 3 ditë nga përfundimi i mandatit. E vendin përkohësisht si ushtruese detyre do t'ja zë kryetaria e kuvendit Ajbulina Haxhiu. Krejt kjo rrjedh po shihet si plan i vetëvendosjes nga kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Duket që në VV kanë një plan në kohë. Pra fillimisht për ata është më rëndësi që kryetaria e kuvendit të jetë edhe ushtruese detyre shpeshdetit, pra nuk po nguten para datë shpesh, pastaj qohim që do ta menaxhojnë, po ne varemi nga iniciativa e tyre. Pra, është e pamundshme opozita me marrë iniciativën e temë që kjo, ju dini na janë dhënë 34 ditë, 10 prej tyre shkuan, po shihet qartë që është e lidhur me datën kur presidenti aktual e kryen mandatin, ushtruesi i tyre presidenti vjen zonë Haxhiu, pra VV po pret. Si Haradinaj, sinjale për marrëveshje nuk po shohen as nga Partia Demokratike e Kosovës. Kur ne nuk kemi pa sot vullnet politik nga lëvizja vetëvendosje për të pajtuar për një çështje rreth së cilës nuk do duhet kishte fare diskutim, është vështirë të besojmë që ka vullnet politik për të pajtuar për çështje tjetër. E fare qëndrojmë për atë se çka pritet të ndodhë nga presidenti nuk kanë nga LDK-ja e madje as vetë kryetari i partisë. Ndërkaq nga partia në pushtet, gjatë sajnë të sfoden për bashkëpunimin që i duhet vendit lidhur me këtë çështje, ani pse nuk kanë bërë as edhe një hap konkret. Para nesh kemi një proces të rëndësishëm kushtetues, zgjedhja e presidentit të Republikës. Nga secili prej nesh kërkohet pjekuri politike. Në emrin e çdo deputeti nënshkruhet serioziteti i këtij institucioni. Presidenti si figurë unitetit të popullit thret për proces që duhet të udhëhiqet nga fryma e bashkëpunimit. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti sërish ka paralajmëruar se së shpejti do t'i fillojë takimet me opozitën lidhur me çështjen e presidentit. Deputetët janë në mesin e zyrtarëve të cilët përfitojnë nga paga e 13. Por do të pranojnë t'i bashkon nismës për t'i ndarë këto mjete për fëmijët me autizëm. Televizionit të shtat ka pyetur disa prej tyre e përgjigjet i kuptojnë në materialin në vijim. Paga e 13 u takon edhe atyre si pjesë e sektorit publik. Por deputetët e kuvendit të Kosovës thonë se akoma nuk e kanë marrë. E një prej ligjvënësve ka një ide çfarë të bëhet me këto mjete. Deputeti i LDK-s Ermal Sadiku propozoi që kjo pagë t'i ndahet personave me autizëm, dita e të cilëve u shënua këtë ajnte. Zonës kom dash me u bë protagonist politik, se vërtet jam deputet i ri, po deputet kanë marrë pagë të 13, unë i kam kolegë, puna deputet është punë shumë bujare, punë e rëndë, po megjithatë nuk është që u bëna i punë shumë e madhe për këto një vjetë e diçka. Dhe kom mendu që jo gjithë pagën, po një pjesë asaj pagë ta japim, unë nuk e kom marrë atë pagë, s'm ka taku, megjithatë kom pranu që edhe unë me dhanë prej tyrave të mia. Një propozim i tillë po mirëpritet edhe nga deputatët, të cilët thonë se e praktikojnë ndihmën ndaj kategorive në nevojë. Unë nëse do një argumenton kom dhënë disa nga një pagë, pa do të për kategori tilla. Jam i gatshëm. Ju e kishit bën për pamirësi. Unë e kam dhënë, dëgjom. Po flasim për këto tash. Dëgjom, unë e kam dhënë edhe jam i gatshëm me dhënë. Unë e kam dhënë vet, pa i bë ftesë askujt. Dhe mund t'ja vi dëshmitë. Por pyetja se çfarë do të bëjë me pagën e 13 nuk i pëlqeu shumë deputetit të AAK-s Besnik Tahirit.
Qa do që të plajone një pjesë e njerëzve për në qekë. Unë e votë të pamirësi, e funksionalat, me boptan, me bashkëtan, regullet. O si qesën televizor, si qesën në televizor që nga e këna një ndërtimin e gjallës. Nga sindikata e sektorit privat, patën ankesa që nuk përfituan nga kjo mas. Qëndrojmë me zhvillimet nga kuvendi. Në Komisionin për Legjislacion u caktua 10 prilli si datë kur do të intervijon kandidatët për Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Por dilema u ngritën rreth aplikimit të një kandidati e serbe, e cila nisi dokumentacionin, por nuk u pranua nga administrata e kuvendit. Data për intervistimin e kandidatëve për antar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës u caktua. Më 10 prill, aplikantët do t'ju përgjigjen pyetjeve për ta fituar këtë pozitë, por për një prej tyre doli një problem teknik. Zëvendës kryetari i komisionit, Vigan Qorolli, tregoi për një nga kandidatët serbe, e cila dorëzoi aplikacionin që nuk u pranua nga administrata. Ju njoftoj se në administratë të Kuvendit të Republikës së Kosovës ka ardhur një njoftim nga një kandidate e Komunitetit Serb, e cila ka sqaruar se dokumentet e aplikimit i ka dërguar përmes postës me datë 19 mars, brenda afatit të lejuar për kandidatura, se afati është mbyllur me 20 mars, e ka bashkangjitur dëshmin nga posta e Kosovës, mirë po kuvendi, respektivisht administrata e Kuvendit të Republikës Kosovës, deri në këtë moment që po flasim, nuk ka pranuar asnjë dokumentacion, respektivisht fajlin për këtë kandidat. Këtë kandidate në këtë rast. Trajtimi i aplikimit të saj është problematik sipas deputetës së PDK-s Blerta Deliu Kodra. Si kryesuese e grupit punus, do të kërkoja që të konsultohen praktikat e mëhershme, sepse nuk është e lehtë edhe për kuvendin të trajtoj dokumentacione pa i pasur dokumentacionet. As aplikimin komisioni, po as kuvendi pa pas një dosje të qartë përkundër faktit që zonja ka sjell disa prej dëshmive. Unë besoj që dhe kolegë tjerë deputet duhet të thonë qëndrimin e tyre, por është pak situatë absurde që ne të kemi mundësi të trajtojmë diçka që s'kemi pa ende dhe se kemi trajtuar fare aplikacionin e saj. E kjo e fundit tregoi se antar të grupit punues veç saj do t'jetë Qorolli, Besnik Tahiri, Ergjan Galushi e Liliana Stefanović, teksa tregoi specifikat e intervistimit. Pra nuk ka test me shkrim, do të ketë vetëm intervistë nga komisioni intervistues. Komisioni do të mblidhet 30 minuta para fillimit të intervistave. Intervistat të zhvillohen pa ndërprerje gjatë gjithë ditës për të ruajtur natyrisht korrektësinë dhe për të mos pasur kandidatë të cilët mund të kenë supozime që po u bëhet shkelet e drejta në pyetjet e parashtruara. Kohëzgjatja e intervistës për secilin kandidat do të jetë 15 minuta. Secili antar i grupit punues do të dorëzojë nga 50 pyetje 30 minuta para mbledhjes, në të cilat do të përzgjedhen gjithsej 11 prej tyre. Kryetari i komisionit cakton antarët që parashtrojnë pyetjet, secilit i bën nga 4 pyetje. Antarët e komisionit duhet të jenë prezent gjatë gjithë kohës së intervistimit. Natyrisht kemi kërkuar pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile në mënyrë që të monitorojnë këtë proces dhe të kenë qasje në procesin e intervistimit të kandidatëve për Këshillin Gjyqësor të Republikës Kosovës. Vlerësimi është i fshehtë dhe pikët janë nga 5 deri në 10 pikë. Një antar do të jetë shqiptar, 2 nga komuniteti serb, përderisa janë pranuar 23 aplikime. Temi i ftuar në emisionin frontal në të shtat, ish komandanti i UÇK-s Sulejman Selimi ka rrëfyer për angazhimin e tij në luftën shqirimtare dhe raportin me komandantin legjendar Adem Jasharin. Veç të tjera, ai foli edhe për angazhimin e kryeministrit Albin Kurti gjatë luftës. Ka qenë në lufta, nuk ka qenë. Unë kom jap këtë version dhe kom thonë që Albini ka qenë, por mos harrojmë se Adem Demoqi kur ka qenë drejtori i drejtorisë politike, midis Prishtinë, njerëz veç me përmend u që kanë arrest. E vërtet, ose kanë uzuar me përmend. Njerëz fëmia veç me përmend, u që kanë ose me përmend se hiç, po ose veç që ka pas një lidhje ose një dioni dikush me avse, është arrestuar ose është dvora. Kurse Albinin këtë kohë ka qenë kraja Adem Demoqit. Albini këtë kohë e ka përgatit takime, ka përgatit fjalimin, ka qenë dash si këshilltar politik, dash përkthyes, dash cëllën dush, po ka qenë ushtar, ka qenë krah e Adem Demoqit në fal, edhe që ta ka përfaqësu politikisht ushtrinë shëndetare të Kosovës.
Tash, a ka qenë ushtar, a s'ka qenë ushtar, shka krejt tjetër që nuk duhet më merë me këtë qeshtje. Konflikti në lindjen e mesme mund të paraqes rrezik veç të tjerash edhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kështu u tha nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, të cilët në raportin vjetor për Kosovën thanë se vendi ka rritje të ngadalshme ekonomike. Më të lartë në rajon, përkundër sfidave globale si pandemia, kriza energjetike dhe inflacioni. Lavdet për rritje ekonomike i kanë të shumta e të shpeshta, por ndryshe rezultatin po e nxjerrin matjet ndërkombëtare. Bordi ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka publikuar raportin vjetor për Kosovën, duke vlerësuar rritje të ngadalshme ekonomike. Derisa FMN gjithashtu ka theksuar rritjen e inflacionit dhe rreziqet nga pasiguria politike. Pas një viti me blokad politike, aktiviteti ekonomik është ngadalësuar. Rritja reale e bruto produktit të brendshëm ra në 3.6% në vitin 2025, nga 4.6% në vitin 2024. Kjo erdhi si pasojë e rënjës së eksporteve dhe dobësimit të kërkesave nga sektori privat, por u kompensuar pjesërisht nga rritja e shpenzimeve dhe investimeve publike. Inflacioni në Kosovë vazhdoi të rritet dhe arriti në rreth 5.7% në janar 2026, kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimit. FMN-ja ka parashikuar po ashtu që rritja ekonomike në vitin 2026 pritet të jetë 3.3%, ndërsa inflacioni pritet të rritet në 5.9%, pastaj të bjerë gradualisht në 2% deri në vitin 2028. Deficiti tregtar do të mbetet i lartë për shkak të importeve të mëdha. Një nga arsyet e rritjes së deficitit në 2026 pritet të jetë edhe ndalja e përkohshme e një termocentrali me çmir për renovim. Tutje e Kosovës i janë përmendur rreziqet për ekonominë që derivojnë nga konfliktet në lindjen e mesme, tensionet në tregtinë globale, rritjen e çmimeve të produkteve bazë dhe pasiguritë e brendshme politike. E krahas kësaj, shtetit kosovar i janë dhënë edhe disa rekomandime. Kosovës i rekomandohet të mos rrisë shumë shpenzimet buxhetore në vitin 2026, të ruaj stabilitetin makroekonomik, të rrisë investimet publike, të rrisë të hyrat buxhetore, të përmirësoj menaxhimin e financave publike, të forcoj mbikëqyrjen e sektorit bankar, të monitoroj kredit dhe tregun e patundshmërive, të bëj reforma strukturore për të rritur konkurrueshmërinë, të ul papunësinë dhe të rrisë pjesëmarrjen e grave në tregun e punës, të zvogëloj ekonominë informale dhe të përmirësoj sektorin e energjisë. Ndër të tjera u sugjeruan edhe investime më të mençura që ekonomia të rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe të afrohet me standardet e BE-s. 4 astronautë u nisën nga Florida të mërkurën në misionin Artemis të NASA-s. Ky paraqet një udhtim rreth hënës që shënon hapin më të guximshëm të Shteteve të Bashkuara deri më tani, veprim që është ndërmarrë pas një gjysmë shekulli. And here we go. Një ngjarje historike ndodhi të mërkurën në Florida, ku 4 astronaut u nisën në misionin Artemis 2, udhëtimin e parë rreth hënës me ekuipazh pas 53 vjetësh. Raketa Space Launch System, e pajisur me kapsulën Orion, u ngrit nga qendra hapësinore Kennedy, duke dërguar 3 astronaut amerikan dhe 1 kanadez drejt orbitës së Tokës. Houston, now controlling the flight of integrity on the Artemis. Ekuipazhi përbëhet nga astronautët e NASA-s Reed Wiseman, Victor Glover dhe Christina Koch, së bashku me astronautin e agjencisë hapësinore kanadeze Jeremy Hansen. Ky mision testues do të zgjas pothuajse 10 ditë dhe synon të testoj anijen hapësinore, duke çuar njerëzit rreth 406.000 kilometra në hapësirë, më larg se kurrë më parë. Administratori i NASA-s Jared Isaacman tha se kjo nisje është një akt nismëtar për misionet e ardhshme, që do të përfshin ndërtimin e një baze në hënë për të mbështetur praninë e qëndrueshme në sipërfaqe. Roger, roll pitch. Artemis 2 është pasardhës i programit historik Apollo dhe shënon fluturimin e parë të njerëzve jashtë orbitës së Tokës pas më shumë se 5 dekadash. NASA planifikon që në vitin 2028 të realizoj Artemis 4, uljen e parë në polin jugor të hënës, duke konkuruar edhe me planetët e Kinës për të njëjtin rajon hënor.
Pas pothuajse 3 vjet është trajnimi, ekuipazhi është i pari që fluturon në programin Artemis, një ndërmarrje shumë miliardçe që synon edhe hapat e parë drejt eksplorimit të Marsit. Hera e parë që astronautët ecën në hën, një arritje shënuar deri më tani vetëm nga Shtetet e Bashkuara, ishte misioni i fundit Apollo në vitin 1972. On time passing 30 seconds into the flights. Integrity passes the alternate MECO. Target milestone. Mission Control Houston seeing good performance on the 4 main engines of the Space Launch System. E në Kosovë, qytetarët akoma përballen me probleme në infrastrukturë. Një i tillë është edhe me rrugën Muharrem Feyza, për të cilën prishtinanësit thonë se komuna duhet të intervenojë urgjentisht. Nga qeverisja lokale nuk tregua nëse kanë në plan një gjë të tillë. Është një nga rrugët më të frekuentuara, por Muharrem Feyza njëherët është një nga segmentet rrugore më problematike për qarkullim. Jo vetëm për ata që vozisin, por edhe për kombësor. Prandaj këta kërkojnë zgjidhje nga komuna e Prishtinës. Është problematike, u punë edhe më herët, po edhe tash, qysh po shihet gjendja nuk është mirë. Besoj që marrin pjesë ky kryetari i Prishtinës edhe këta tjerë. Besoj që mund me bëna zgjidhje për qytetarë edhe për tjerë është më mirë. Për shkak të gjendjes së saj, rruga është vështirë e kalueshme edhe për fëmijë. Edhe nëse ka fëmijë të vogël, kalon në orën tjetër është problem. Pa kënaqësi për gjendjen e rrugës kanë edhe qytetarë të tjerë të Prishtinës. Me të vërtet, këtu kjo rrugë katastrofë. Trotuarët pa rregulluar, këshirni asnjëri me kalu as deturën e parku as kërgjë hiç. Jashtëzakonisht rruga krejt me gropa, pa lidhje. Mundet me kalu veç në anën e djathtë, në anën e majt fare nuk mund, edhe në anën e djathtë këshirën e atë edhe jes mundet veç në për rrugë kryesore me ecë. Edhe në rruga kryesore me të vërtet njeriu nuk mundet se veturan në rrugë dhe çfarë bën. Opozita në komunën e Prishtinës fajin po e drejtonte qeverisja lokale. Sipas asamblesit Enver Denica, kërkesat e tyre për rregullimin e rrugëve nuk po shqyrtohen. Komplet Prishtina është mbush me gropa dhe është e paderueshme jo për fëmijë për të gjithë banorët. Dhe çdo rrugë që kanë në Prishtinë janë gropa që nuk janë mbuluar që 3-4 muaj se 5 muaj prej kohës së zgjedhjeve lokale. Dhe deri më tani askush nuk është ka marrë një veprim tillë për mbylljen e tyre, pse kanë bërë kërkesa të një pastëshme, përfshi edhe rrugën Muharrem Feyza. Gjatë ditës, televizionit të shtat ka dërguar pyetje në komunën e Prishtinës, mirë po nuk treguan se a planifikojnë të intervenojnë në këtë rrugë. Me këto informacione nga sporti, po e përmbyllim edicionin e lajmeve për sonte. Ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.